Të nderuar besimtar, në hutben e sotme do të fillojmë për një temë të rëndësishme që ndoshta do të marrë prej nesh 2 apo 3 xhuma, nëse Allahu i lartësuar na jep jetë dhe mundësi. Kjo temë është shumë e rëndësishme dhe ka të bëjë me të drejtën e muslimanit. E drejta që ka muslimani tek ne, apo që ne duhet të japim njëri tjetrit të drejtat që Zoti ka obliguar. Dhe sot do ta fillojmë, para se të flasim për të drejtat, do të flasim për shenjtërinë e muslimanit. Çfarë muslimani e ka të paprekshme, që ne të mos e shkelim atë që është e shenjtë, të mos bijmë ndesh me urdhrat e Allahut lartësuar dhe me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të edukohemi me njëri tjetrin, në mënyrë që Islami të jap frytet e tij në mesin tonë, dhe ne pastaj të jemi të përshtatshëm për ta transmetuar dhe përçuar Islamin tek të tjerët. Nëse muslimanët praktikantë, nëse ata që vinë në xhami nuk janë me sjellje muslimani dhe i shkelin ligjet e Zotit, atëherë çfarë mesazhi mund të përcjellin ata tek të tjerët, nëse vetë nuk janë në rregull? Prandaj të nderuar besimtar, çështja e muslimanit, e shenjtërisë së tij është madhore, është e rëndësishme, që ne duhet të mbajmë vesh dhe duhet ta bëjmë program jete, edukat jete, që aty ku janë vijat e kuqe nuk duhet i shkelim. Allahu i lartësuar thot, duke lavdëruar ata të cilët i respektojnë kufijtë e Zotit dhe ato të cilave Zoti u jep shenjtëri. Thot Allahu i lartësuar: "Wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih." Thot kushdo që ka madhështi në zemrën e tij, pra ka madhërim në zemrën e tij për shenjtëritë e Allahut, për çfarë Zoti ka bërë të shenjtë, të paprekshme, kjo është mirësi e madhe për të, thot tek Zoti i tij. Pra njeriu i tillë ka për të pasur mirësi tek Zoti i vet, sepse ka respektuar kufijtë e Zotit. E thot Allahu i lartësuar: "Innamal mu'minuna ikhwa." S'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Nuk ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Madje ajeti i përkthyer korrektisht është: nuk ka dyshim se vetëm besimtarët janë vëllezër të vërtet. Pra vëllazëria e vet është posaçëruar vetëm për ata të cilët janë besimtarë dhe besimtarë të mirë. Dhe kjo është fjalë Allahut lartësuar. Nuk ka vend që ne ta diskutojmë, ta pranojmë apo ta refuzojmë. Por ne jemi të obliguar të bëjmë sebepet për të qenë vëllezër për hir të Allahut. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dëgjojeni këtë fjalë profetike: sepse nderuar vëllezër, të nderuara motra, Allahu i lartësuar për të na fisnikëruar, për të na shpëtuar, për të na zgjedhur, për të na ngritur pak nga niveli toksor, zbriti një libër dhe dërgoi një profet. Dhe në fjalët e Allahut duhet i dëgjojmë dhe porositë e profetit alayhi selam duhet i marrim. E kush jemi ne në fundit? Ti dëgjojmë dhe ti harrojmë. Ti dëgjojmë dhe të bëjmë ndryshe nga që dëgjojmë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Mos e keni hased, mos e keni smir njëri tjetrin." Ne na drejtohet. Na drejtohet ne. Thot mos e keni smir njëri tjetrin. Le ta mbajmë vesh mirë. Mos e ki smir tjetrin për pasurinë që ka, për makinën që ka, për rrobat që ka, për shtëpinë që ka, për pozitën që ka, për dijen që ka, për fëmijët që ka. Mos e ki smir për asgjë, për bukurinë që ka. Mos ki smir për atë që Zoti e ka ndarë mes njerëzve. Qetësoje zemrën tënde. Thot mos e keni smir, hased njëri tjetrin. Thot mos e mashtroni njëri tjetrin. Thot mos e urreni njëri tjetrin.
Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Thot, mos i ndërhyni njëri tjetrit në tregti. Pra gjitha këto janë sebepe cilat largojnë zemrat, fusin armiqësi me zemrave. Dhe profeti a.s. na jep ilaçin. Mbrojtjen, dhe mbrojtja është më mirë se ilaçi. Të mbrohesh nga sëmundja është më mirë se ta kurosh. Pra thot, mos e keni smirë njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos i ndërhyni në tregti njëri tjetrit, dhe bëhuni o robër të Allahut vëllezër. Bëhuni o robër të Allahut vëllezër. Muslimani është vllai i muslimanit. Nuk i bën padrejtësi. Nuk e nënçmon. Nuk e braktis. Devotshmëria thot është këtu. Dhe tregon në kraharorin e tij 3 herë. Pra nuk ka nevojë të hiqesh të tjerëve i devotshëm. Allahu ta di devotshmërinë, ajo është këtu. Nuk është çfarë shfaq. Është çfarë fsheh, çfarë ke në kraharor, aty është devotshmëria. Qëllimi i kësaj fjale është për treguar se me njerëzit sillu siç porosita, thot profeti alayhis salam. Mos u sill në bazë të asaj që pretendon para tyre se ti je më i devotshëm, se ti je më i dijshëm. Edhe kjo pastaj të çojë që ti shkelësh këto të drejtat të tyre. Vazhdon profeti alayhis salam në këtë porosi dhe thot, i mjafton njeriut prej sherrit që ta nënçmoj, thot, vllajin e tij musliman. Ta nënçmosh vllajin tënd musliman. Thot, dhe çdo musliman ndaj muslimanit e ka të shenjtë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Mjafton si argument. Fjala e Allahut që përmendëm dhe fjala e profetit alayhis salam. Mjafton si mësim. Por do një jetë që ta zbatosh. Do sakrificë të madhe ta zbatosh. Do ta shtypësh egon tënde. Të thuash jo, siç më thua ti, shejtani tënd, vetes tënde, egos tënde, ti thuash jo, siç ti më urdhëron, por siç urdhëron Allahu dhe profeti. Hadithi është tek Muslimi. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk e mëshiron Allahu atë që nuk i mëshiron njerëzit. Kush nuk i mëshiron njerëzit, thot, Allahu nuk e mëshiron. E ky është slogan le ta ketë besimtari parasysh në gjithë jetën e tij. Ti jesh i mëshirshëm, Allahu të mëshiron. Mëshironi ata që janë në tokë. Ti u mëshiroj ai që është në qiell. Kjo është natyra e besimtarit, i mëshirshëm, jo zullumqar, i vrazhd, i ftohtë. Me vëllezërit e tij, me familjen e tij. Pra, ti jesh i mëshirshëm me njerëzit, Allahu të mëshiron. Dhe thot Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, e kam parë profetin sallallahu alaihi wasallam duke bërë tawaf rreth Qabes. Duke urdhëruar rreth Qabes në atë obligim dhe dispozit islame shumë e vlerë. Bënte tawaf atje dhe i drejtoi Qabes dhe i thoshte, dhe Qabja e dini shenjtërinë e saj, faltoria e parë që është ndërtuar në tokë për t'ju falur Allahu lartësuar. Xhamia e parë në tokë, drejt së cilës drejtohen fytyrat e muslimanëve dhe trupat e tyre në namazet e tyre 5 herë në ditë. Atje ku shkohet për kryerjen e haxhit dhe bëhet tawaf, pra rrotullohesh rreth saj 7 herë. Profeti alayhis salam i drejtohet Qabes, e cila kishte një shenjtëri edhe tek ata që ishin musliman. Kishte shenjtëri në gjithë botën. I drejtohet dhe i thot, sa e mirë që je. Çfarë arome të mirë që ke. Sa madhështore që je dhe sa e shenjtë që je. Sa e madhe është shenjtëria jote. Por unë betohem në atën në dorën e cilit të shpirti Muhamedit. Se besimtari, apo se shenjtëria e besimtarit, tek Allahu i lartësuar,
është më madhështore se sa shenjtëria jote. Qabes, thot betohem në atë në dorën e cilit të shpirti im. Shenjtëria e besimtarit është më e madhe tek Allahu se sa shenjtëria jote. Pasuria e tij, gjaku i tij dhe që të mendohet për të vetëm mirë. Që për besimtarin të mendohet vetëm mirë. Shikoni se çfarë porosie, çfarë edukate. Gjaku i muslimanit, pasuria e tij dhe mendimi i mirë për të janë të shenjta. Kështu duhet bërë. Dhe hadithi vjen tek Ibn Majah dhe Tabrani dhe sakson Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft dietarët tanë. Të nderuar besimtar, këto argumente na tregojnë se sa madhështore është shenjtëria e muslimanit. Dhe këtë e themi në një kohë që ka prej muslimanëve, sepse ata që nuk janë musliman, e dim që nuk i vlerësojnë muslimanët. Madje muslimanët janë jashtë mode. Luftohet Islami si fe e prapambetur, si fe që është përhapur me shpatë, si fe e arabëve, dhe shpesh të thonë shkoni në Arabi, ikni atje, e të mos kishte qenë feja Allahut kjo, do të ishte shuar me gjithë luftën që i bëhet në media, me luftrat mëdha, me shpenzimet mëdha, për ta denigruar, për ta shtrembruar, për ta shëmtuar imazhin e Islamit dhe të muslimanëve. Nëse do të ishin shpenzuar për një fe tjetër, për një filozofi tjetër, do të ishte zhdukur. Po kjo është feja Allahut. Dhe Allahu i lartësuar e shpërndan, e përhap në botë, edhe pse luftohet, përhapet dhe ne shikojmë sot që është feja që përqafohet më shpejt. Dhe sipas kësaj ecurie, pritet që për disa dekada të jetë feja e parë në botë. Sepse është feja e Zotit. Natyrisht të tjerët nuk i konsiderojnë muslimanët dhe edhe vrasjen e tyre e konsiderojnë gjë normale. Prandaj shikojmë që konfliktet sot më shumë bëhen në botën islame, në shtetet islame, që ne mendojmë se janë atje larg, sikur ata nuk janë njerëz. Në Palestinë, në Siri, në Irak, në Afganistan, në Pakistan, në Indi, indianët me muslimanët e Indisë. Ku ka musliman, vriten, nuk ka problem. Madje më shumë flasin ata që kërkojnë të drejtat e kafshëve, të qenëve, të bagëtive që theren për Kurban Bayram, si ka mundësi bëni këtë kasaphan. Ndërsa drejtat e muslimanëve, që shkojnë dhe u hedhin tonelata me bomba, nuk flet njeri për ta. Dhe ne si musliman nuk kemi ndjeshmërinë për vëllezërit tanë. Ata që kanë një besim me ne, që Allahu i lartësuar i ka zgjedhur siç na ka zgjedhur ne, për të pasur ne një fe me ta, një besim me ta, për të pasur një ndjeshmëri, dhe muslimani për muslimanin është si trupi. Thot profeti alayhi salam, nëse një pjesë e tij ankohet nga diçka, i gjithë trupi kalon në shqetësim, temperaturë dhe pagjumësi. Nuk e di se sa të ndjeshëm jemi dhe sa herë ngrem duart tona ti lutemi Zotit, ti shpëtoj nga zullumi që u bëhet. E megjithatë tek Allahu i lartësuar do të mblidhen të gjithë ata që konfliktohen, dhe Allahu i lartësuar ka për të dhënë të drejtën atyre që shtypen. Qëllimi është se në mesin ton, sepse të tjerët i dim, ka prej grupeve të cilat kanë mendime të devijuara, që e kanë keq kuptuar Islamin. Kanë shkuar në ekstrem. Dhe nuk është ekstremist ai i cili mban një mjekër, ai i cili ka pamjen e muslimanit, absolutisht. Ekstremizmi është mendje. Ekstremizmi është në formim, në botë kuptim. Prandaj flasim shpesh se Islami është çfarë ka thënë Allahu, çfarë ka thënë profeti dhe çfarë kanë thënë ata brezat e parë, ata më të mirët e besimtarëve në kuptimin e Islamit. Dhe kush ecën me këto është i mbrojtur nga devijimi. Por ka të tjerë që kanë shkuar në ekstrem, që në kohën e sahabëve, që në kohën e profetit alayhis salam.
duke i keq kuptuar Islamin, dhe kjo i ka bërë që të mos kenë shenjtëri muslimanët tek ata, duke derdhur gjakun e tyre, duke marrë pasurinë e tyre dhe duke folur për nderin e tyre. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm për këtë të nderuar besimtar. Prandaj prej shenjtërisë së muslimanit tek muslimani, e para gjë është që të mos e konsiderosh atë jo musliman. Të mos e akuzosh atë si renegat në fe, pra njeri i dal prej feje. Sepse ka njerëz prej muslimanëve, siç thamë, që devijojnë, shkojnë në ekstremizëm dhe pastaj çdo musliman që nuk bën siç thon ata, i tillë është, ka dalë prej fesë. Nuk ka dobi nga namazi që bëjnë, nga agjërimi që bëjnë, nuk konsiderohen më të tillë. Dhe kjo është gabim, është devijim nga Islami. Çdo njeri që i thot vetes musliman, kjo është përkatësi islame. Çdo njeri që thot la ilaha illallah, dëshminë e Islamit, kjo është dëshmi për Islamin e tij. Atëherë kemi të ndaluar t'i themi atij jo besimtar, veç se nëse ai bën vepra jo nga ignoranca, por me qëllim, me dije, vepra të cilat bien ndesh me bazat e Islamit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke tërhequr vërejtjen, që të mos akuzojmë njëri tjetrin, sidomos me këtë akuzë dhe të ngjashmet me këtë. Thot, kush i thot vllajit të tij, pra muslimanit, o qafir, i pa fe, do ta meritoj atë, thot, njëri prej të dyve. Këtë akuzë do ta meritoj njëri prej të dyve, ose ai që ka thënë, ose ai për të cilin është thënë. Por nëse ai për cilin është thënë nuk është, i kthehet atij që e ka thënë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e thret një njeri me këtë epitet, pra që je qafir, apo i thot o armik i Zotit, dhe nuk është siç ai thot, atëherë thot, kjo akuzë i kthehet atij. I kthehet atij që e thot. Dhe hadithet janë të sakta tek dy të saktët. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur një burr, pra dikush, i thot vllajt të tij, o i pa fe, o qafir, dhe kjo si shprehje, nderuar besimtar, të mos e quajmë të huaj. Shpesh ndodh nga ignoranca, nga devijimi, nga keqkuptimet, harrojmë dhe e mendojmë, e shvlerësojmë dhe e shfuqizojmë Islamin e tjetrit. I themi i pa fe, qafir. Thot, kush i thot, pra nëse një burr, pra nëse një musliman i thot vllajit të tij, o qafir, pra o i pa fe, atëherë thot kjo është sikur e ke vrarë, dhe gjithashtu thot mallkimi i besimtarit është njësoj sikur e ke vrarë atë. Edhe hadithi është e Tabrani dhe sakson Sheikh Albani. Thot Imam Shaukani, Allah më shiroft, dije se të gjykuarit në një personi, në një muslimani, që ai është i dalë prej feje, pra prej fesë islame, dhe ka hyrë në mosbesim, nuk lejohet që ta bëjë këtë një musliman, i cili beson Allahun dhe ditën e fundit, dhe nuk duhet që njeriu të merret me këtë gjë, veç se nëse ka një argument, siç e shikon diellin në ditën pare. Pra muslimani nuk duhet ta ketë pjesë të gjuhës së tij, dhe e flasim këtë gjë nderuar besimtar. Edhe nëse nuk ekziston në mesin tonë, ne shikojmë në rrjetet sociale se si muslimanët akuzojnë njëri tjetrin për këtë gjë. Madje ndoshta dikush ngrëdhe dorë ndaj atyre të cilët punojnë në shtet, në polici, në ushtri, bazuar mbi këto mendime ekstreme, mbi këto bindje të cilat janë djallëzore, nuk janë islame. Ndoshta jo në vendin tonë, por në vendet përreth, e gjithashtu në botën islame. Dhe thot Shaukani, Allah më shiroft, dhe na nuk e bëjmë, pra nuk akuzojmë dikën nga besimtarët që ai është jo besimtar, nëse është nga ata që i drejtojnë kibles, pra nga namazlinjt, për shkak të ndonjë gjunahu që bën. Dhe se nëse thot, gjunahu që unë bëj, lejohet dhe s'ka problem. Dikush prej dietarëve thot, ne nuk bëjmë, nuk akuzojmë që dikush është i pa fe,
përveç ata që i ka akuzuar Allahu dhe i dërguari i tij. Pra vetëm me argument. Për ata që ka thënë Zoti dhe i dërguari i tij, jo individët për veprën. Dhe thot dikush tjetër, nëse shikoni një njeri që është i angazhuar me bërjen e njerëzve, pra akuzën e njerëzve që janë jo besimtar, shkruajini, thot, në qafën e tij, nuk shpëton kurrë. Prandaj nderuar besimtar, gjitha këto hadithe dhe fjalët e dietarëve janë një këshill që ne të bëjmë kujdes dhe të mos e shkelim këtë shenjtëri, dhe të mos e bëjmë këtë gabim që muslimanët t'i akuzojmë që nuk janë besimtarë, sepse bëjmë dy gabime madhore. E para është vlerësojmë hadithin e profetit alayhis salam që thotë, çdo musliman tek muslimani e ka të shenjtë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Ku është shenjtëria nëse ti akuzon ashtu? Dhe e dyta, gjykojmë ndaj vllait ton që tek Allahu i lartësuar i tilli nuk do të falet kurrë. Allahu nuk do ta falë, nuk do ta mëshirojë, nuk do ta fusë atë në xhenet, dhe do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhenemit. Lutim Zotin që të na ruajë gjuhët tona. Të jemi të kujdesshëm dhe të japim hakun muslimanëve dhe të mos u hyjmë atyre në hak. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, kushdo i cili gjykon për njerëzit, qoftë me shprehjen që tjetri është jo besimtar, apo me shprehjen si që është të thënët bidaçi, apo të thënët i prishur, profeti alayhis salam ka ndaluar prej të treja këtyre shprehjeve dhe akuzave, të cilat janë një akuzë e madhe për ata cilët janë musliman, dhe Islami ka rregulla të cilat nuk duhet i shkelim ato. Janë njerëz të dijes dhe dietarët ata të cilët marrin përsipër gjykimin ndaj individëve, dhe jo çdo kush prej muslimanëve. Le të ruajë muslimani gjuhën e tij. Dhe thamë se nëse njeriu e akuzon tjetrin që është i pafe, e para vlerëson shenjtërinë e tij, dhe e dyta e akuzon atë që Allahu i lartësuar nuk ka për ta falur kurrë dhe nuk do të fusë atë në xhenet. Dhe kjo është një pasojë, është një gjë e madhe. Ky është një dëm i madh për vetë individin i cili ka vendosur veten e tij në pozita që duhet të gjykojë të tjerët. Marr pozita hyjnore merr njeriu i tillë. Mendon se ka në dorë çfarë do të bëjë Allahu me njerëzit. Thot profeti alayhis salam, siç tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë kam dëgjuar dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ishin dy shok prej Beni Israilve, popujve të mbarshëm, prej hebrejve. Ishin shok të ngushtë, njëri prej tyre ishte i devotshëm, dhe tjetri ishte gjunafçar, bënte nga një gjuna. Thot, për ditë ai që ishte i devotshëm e këshillonte atë që ishte gjunafçar dhe i thoshte kujdes, ki frikë Allahun, mos e bëj këtë gjuna. Largohu prej tij. Ai përsëri e bënte. Dhe kështu vazhdonte ai ta këshillonte, ndërsa ky vazhdonte ta bënte gjunaun pa e dëgjuar këshillën e vllait të tij, pra shokut vet. Derisa një ditë shoku i tij mërzitet me të. Dhe në zemërim e sipër i thot, vallahi, jepi fund se Allahu s'ka për të falur, nuk e për të futur në xhenet. Thot profeti alayhis salam, u amori Allahu i lartësuar shpirtin të dyve, dhe i solli për të gjykuar, dhe i drejtua atij që akuzoi, që i tha Allahu nuk të falë, s'ke për të hyrë në xhenet. I thot Allahu i lartësuar, a kishe dijeni se çfarë do të bëja unë me të? Kishe dije? A kishe ti, thot, kompetenca për të folur në emrin tim? Kishe pushtet mbi mua se çfarë do të bëja me atë? I thot atij që bënte gjunahun, shko për në xhenet. Merreni, thot, me lajkeve dhe çojeni në xhenet me mëshirën time. Pra ishte besimtar por gjunafçar. Dhe ndërsa ti, thot, shko për në zjarr. Çojeni këtë njeri që akuzoi, hidheni atë në zjarr. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, vallahi, thot, betojmë në Allah, tha një fjalë që ja shkatërroi, thot, edhe dynjan edhe ahiretin. Tha një fjalë që ishte akuzë e rëndë, mori kompetencat e Allahut.
Prandaj nuk duhet të nderuar besimtar që të lëshojmë gjuhën tonë. Të shajmë, të mallkojmë, të akuzojmë, ruaj gjuhën tënde, se ndoshta një fjalë që e lëshon. Ndoshta bëhet sebeb që tek Allahu i lartësuar dënohesh. Lutim Zotin e gjithësisë na bëj që të japim të drejtat e njëri tjetrit, të ruajmë shenjtërinë e njëri tjetrit. Lutim Allahun e lartësuar të na bëj vëllezër për hir të tij. Lutim Allahun e lartësuar të shpëtojë muslimanët nga kurthet e kujdo keqbërës në botën islame dhe në gjithë botën. Lutim Allahun e lartësuar që zullumqarëve t'u jap atë që meritojnë. Lutim Allahun e lartësuar të na falet ta mëshirojë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimus salam.